Publiku shkodran e një Mariana Begun që nga viti 2016, kur ajo, ende fëmijë, fitoi konkursin Gjeniu i vogël me zërin dhe ndjeshmërinë e saj të veçantë. Ishte një moment që shënoi fillimet e një rrugtimi artistik premtues. Mariana ndalet me respekt të veçantë te mjeshtri i ndjer Kujtim Alia. Ka përkra i ndjeri jonë profesor Kujtim Alia, dhe më ka marrë në një aktivitet me grupin e bandës frymore, të cilën kam pas nerin me punu edhe me knu. Më ka dash shumë fort edhe më ka nejtë shumë afër. Rrugtimi në muzikë u ndërprej për një periudhë kohe, si pasojë e zgjedhjeve dhe rrethanave të jetës personale. Megjithatë, përvoja e saj jetësore ka qenë ndikuar edhe nga sfidat sociale. Si vajzë me rënë në komunitetin rom, Mariana tregon se ka ndier paragjykime. I përkas komunitetit me ngjyrë, unë nuk e kam problem. Unë nuk nalem për kësaj gjaje që ata thojnë për mua ose menojnë për mua. Kërkoj dhe unë një mbështetje, një ftesë si gjithë artistat. Përderisa jam artiste dhe përderisa e kërkoj vetë këtë pjesë. Artistja ka nisur të rikthehet sërish muzikës, tashmë me një tjetër pjekuri emocionale. Dëshira e saj është për mbështetje artistike, veçanërisht në Shkodër, qytetin me të cilin e lidhin rrënjët, kujtimet dhe fillimet e saj në skenë. Sa fare pa kërkoj, një motiv që jetën ta jetoj, e ta besoj, më thoni veç një fjalë.